Tregtarët e naftës e quan çmimin sot në 185 lekë për litër. E rritën me 6 lekë një herësh. Dhe keni parasysh që kjo është nafta standarde, sepse ajo tjetra, e mira, Grekia, V-Power, Power, me emra të ndryshëm, është 189 lek, 190 lek, 191 lek, 192 lek, në pika të ndryshme. Ajo që është më e rëndësishme është që për 3 ditë, vetëm për 3 ditë, çmimi i naftës është rritur me 9 lek. 9 lek për litër. Për 3 javë rresht, këta tregtare, në dorë të cilëve është çmimi, nuk e ndryshuan çmimin asnjëherë. Edhe pse tregu po reflektonte gjithnjë më shumë rënje të çmimit të karburanteve, pra të naftës, kryesisht edhe benzinës si derivati i saj. 3 javë, 0 lek ndryshim, qoftë në rritje, qoftë në rënje. Po mbi gjitha në rënje, sa kohë që kursi i monedhës vijoi të binte, dhe natyrisht edhe çmimet të rregjit ndërkombëtare ishin në rënje. Për 3 ditë 9 lek. Dhe ju garantoj unë, në qoftë se ja u lë atyre në dorë, në fillim të javës tjetër, ne do jemi me 200 lek çmimin e naftës. Në këtë pikë, vlen akoma më shumë ajo që kam thënë kohë pas kohë, që ne nuk kemi një treg funksional. Ne nuk kemi një treg ku ka garë, ka konkurrencë. Të gjithë në një ditë, në një orë, ndryshuan çmimin. Dhe kësaj radhe nuk ishte bordi që ndryshoi çmimin. Janë për të dytën herë tregtarët e naftës. 2 herë rresht. Çfarë duhet bërë? Tregu do ndryshoj tregu. Modeli i tij duhet rikthyer gara e konkurenca në të. Në qoftë se jo, atëherë duhet mendojnë për një zgjidhje tjetër. Mbase jo bord, po ama norma fitimi të këtyre patjetër. Ndryshe këta do bëjnë atë që kanë për gjithmonë. Të fitojnë, dhe jo drejtësisht, po duke abuzuar në treg. Me ne, me qytetarë.